Trafikon të armë zjarri në Tiranë arrestohet 20 vjeçari nga Kosova, sekuestrohen 12 pistoleta dhe municion luftarak. Policia e Tiranës ka goditur një rast të trafikimit të armëve të zjarrit, duke sekuestruar 12 pistoleta dhe municion luftarak, të cilat dyshohet se do të shiteshin në zonën e Freskut. Si rezultat i operacionit të koduar Barriera, u arrestuar në flagrancë shtetasi DB, 27 vjeç, banues në Kosovë. Operacioni u finalizua nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë nr. 4 në bashkëpunim me forcën operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë dhe nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, pas disa javësh hetimesh të kryera me metoda proaktive në kuadër të parandalimit dhe goditjes trafikimit të armëve të zjarrit. Gjatë ndërhyrjes, shërbimet e policisë lokalizuan dhe ndaluan automjetin e dyshuar në dalje të Unazës së Madhe pranë mbikalimit të Tufinës. Gjatë kontrollit të mjetit tip Volkswagen që drejtohej nga 27 vjeçari, u gjetën të fshehura nën kafano 10 pistoleta Glock me municion luftarak. Në vijim të procedimit penal, policia sekuestroi edhe 2 pistoleta të tjera Glock, duke e çuar në 12 numrin total të armëve të sekuestruar. Nga hetimet ka rezultuar se i arrestuari kishte për qëllim shitjen e armëve në zonën e Freskut në Tiranë. Strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë në bashkëpunim me prokurorin vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet proceduriale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.